Violinisi shqiptar kapet në Francë me kokainë, armë e mijëra euro. Një violinist 45 vjeçar me origjinë shqiptare është arrestuar në Francë pasi u kap duke transportuar 38.3 kg kokainë të fshehur në një automjet. Sipas mediave franceze, shteti me inicialet BB, violinist profesionist dhe antar i orkestrës simfonike Victor Hugo Bourgogne-Franche-Comté, u ndaluan nga doganierët në pikën e pagesës La Turbie, ndërsa po udhtonte në drejtim të Italisë me një automjet tip Citroën S5 Aircross. Gjatë kontrollit të automjetit, doganierët konstatuan një hapësirë të dyshimit poshtë tapetit në pjesën e sediljes së pasagjerit. Kontrollet e mëtejshme zbuluan 2 hapësira të modifikuar në dyshemën e automjetit ku ishte fshehur sasi e madhe kokainës. Përballë gjykatësis penale të Nisës, 45 vjeçari ka pranuar që kishte marrë përsipër transportin e drogës kundrejt një pagese prej 20.000 eurosh. Sipas autoriteteve franceze, kokaina sekuestruar do të arrinte një vlerë në treg rreth 1.4 milion euro në tregun me pakicë, por hetimi nuk është kufizuar vetëm tek droga e gjetur në automjet. Në banesë i gjetën armë, një lek antiplumb dhe mijëra euro cash. Gjatë kontrollit banesës së violinisit, autoritetet franceze zbuluan gjithashtu 4 armë zjarre, 2 push, një lek antiplumb, qindra fishek dhe 88.900 euro në para cash. Për armët, 45 vjeçari deklaroi se ishte i regjistruar si qitës sportiv, ndërsa për shumën 88.900 euro ai pretendoi se bëhet fjalë për një dhurim të marrë nga babai i tij. Violinisi do përballet me gjyqin në muajin tetor për veprën penale për cilën akuzohet rrezikon deri në 10 vite burg.